Sepse, a e në gjuhët dje, doja tha ajo vajza që kishtë nga, doja tha të silja një investitor të madh, po kur mora vesh që e kishë marrë pengat e në aksh, i thash ne se s'kemi punë të ne. Se punë të. Pra, situatë shumë e vështirë, situatë që kërkon përgjigje, ju garantoj se ne kemi një program, dhe kemi një program në të cilin ju do jeni përparësi. Por, shkurtimisht, dy gjëra do u kujtoj. Në ato vite qeverisjes, 3 miliard euro, ne kemi investuar në Shqipëri rurale. Po, Shqipëria rurale në vitin 2005, për sa i përket rrjetit rrugor, 95% ishin rrugë të trashëguara në shekuj, dikur qerrësh dhe me vonë të shtrura në rrugë balte makinash. Shkojnë atë mënyrë. Ne bëjmë gjithçka, edhe do bëjmë gjithçka në një parim që në çdo fshat infrastruktura tjetë ajo e lagjës qytetit. Siç ka lagja qytetin e qytetit rrugët, rrugicat, ujësjelsin, kanalizimet, shkollën, qendrën shtetësore, do ta ketë dhe fermeri, do ta ketë fshati. Dhe ne punojmë shumë seriozisht, nuk e përfundojmë dot projektin, po ai projekt është i domosdoshëm. Së dyti, vlerësuam me të drejtë se potencialet jashtëzakonshme në Shqipëri janë ullit, arror, dhe ju i mbolt ata, ne finansuam, por në dy drejtimet, Shqipëria sot është krejt tjetër. Të thot këtë 12 vite, çfarë solli në bujqësinë shqiptare? Tani si përmend më fare pemë, drut frutor. Jo, s'përmend ma. I lexoj me vëmendje, nuk ka ma asnjë citim për to ose interes për to. Po kur len 52 milion, bërë qesharaka, si mundet 52 milion? Unë jam këtu për të zotua para jush dhe gjithë fermerëve shqiptarë se subvencionet të bujqësi do rriten me 5 herë që vitin e parë tonin. 5 herë, pra nga 50 milion do shkoj në 250 milion. Po, dhe kjo është vetëm fillim. Dhe kjo është e menjëhershme. Dhe kjo do të jetë e menjëhershme. Dhe çfarë po bëjmë me këte? Ne po kalojmë Kosovën me 50 milion. Dhe se harrova t'u them, Kosova buxhetin e ka 4 miliard. Shqipëria buxhetin këtë vit e ka 8 miliard. Shqipëria u jep fermerëve 50 milion, Kosova u jep fermerëve 200 milion. Ja pra. Ndaj dhe ne me akt të parë do të pesfishojmë grantet për fermerët. Dhe në mënyrë absolute, nafta përveç se ne, se jemi këtu tek nafta, çfarë ka bërë ky? Ka vendos
taksën më të lartë në botë në litrin e naftës. Në qoftë se kërkoni në aplikacionet në internet, Shqipëria është vendi i parë ose vendi me rritjen me taksën më të lartë për litër nafte. Ne do të barazojmë ngarkesën fiskale mbi litrën e naftës me Kosovën dhe Maqedoninë. Çfarë ndodh sot, miqtë e mi? 300 milion euro. Shqiptarët e rrethëve kufitare nga Shkodra gjerë në Gjirokastër i lanë në pompat e benzinës të vendeve fqi. Shkojnë mbushin serbatorët në Maqedoni, në Kosovë, në Mantëzi. Dhe ja u levërdis me gjithë rrugën që bënaj nga Elbasani, shkon në Strug, mbush makinën dhe kthehet dhe i levërdis. Po sa është kjo? Kjo është 300 milion euro. 300 milion euro në vit. Nuk pyet. Po si mund të mash ti taksën më të lartë? E kishim 7 lek taksën e qarkullimit. 7 lek. E bëri 28 lek.